madje unë ndihem kështu si none. Është ajo kënga, para tyre, kështu që teknologjia ka avancuar. Me qerpik të syrit tënë do ulem të këndoj. E kam pas për këto. Aman të ulet në i vend tjetër, është s'ke li qerpik. Okej, unë votoj për këtë, e besoj. Okej, ti e beson. Po. Unë jo, sepse gjyshi im thoshte që gjërat bëhen që herët. E pas ka zënë lemza gjyshin sot, ramet pas këto që ndodhet. Duhet bërë herët. Jo vetëm gjyshim, por shumë gjyshër. Tashi duhet bërë herët në atë kohë që s'lehoshin gjërat të bëheshin kështu në sytë botës, e prandaj martoheshin të bënin gjërat herët. Se gjërat e pjekura bëhen me moshë Orion tash. Okej, vazhdojmë tani tek një lajm tjetër që prap lidh moshën, lidh gratë, lidh burrat. Po sa na kish munguar kjo rubrikë. E dini ju që çiftet që kanë një diferencë të madhe në moshë janë më të lumtur, por vetëm në rastet kur diferenca është e tillë që gjysh është partneri dhe goca është më e re. Pra, diferenca në moshë sjell sukses tek çiftet, sidomos kur është burri ai që është në moshë më të madhe. Ky është lajmi i dytë. Po çfarë burrin e zgjumi shpejt? Unë nuk e besoj këtë. Unë mendoj që kur ka diferencë moshe, divergjencat janë më të shumta, kërkesat janë të ndryshme, nuk përputhen asnjëherë, nuk ka përputhshmëri në kërkesa, mendoj, kur ka diferencë moshe. Ka energji një burr, më të lërë të pyes, ka energji një burr pasi kalon një X mosh, apo fillon i bie në fuqi dhe... Tani, unë po ju them një sekret publik që ka shumë njerëz që na më mbështesin, nuk bie asgjë. Ky është problemi. Do donim që të binte, që të qetësoheshim, nuk bie hiç gjë. Si e bëre si flamur topi, o doktori. Është reklamë vetes, është reklamë vetes, po mua nuk pa kishin thënë këtë. Çfarë të kishin thënë? Jo, nuk kishin thënë çfarë ndodh kur vesh 50 vjet. Nuk e kishin thënë të tjerë. Dhe un kam premtuar që do t'u them të tjerëve. Po mirë, pyetja e dytë. Të bie brenda shtëpisë apo jashtë shtëpisë tani? Tani kjo është një pyetje që s'është për në studio. Kjo është një pyetje për kishë xhami. Bardazia i trajton të gjitha, s'ka lidhje. Po të vemi në kishë do e themi. E di çfarë bëri ky me këtë deklaratë. E di sa super xhiro ju ke dhënë ti të gjithë meshkujve tani dhe çfarë vetbesimi, që të dalin sot nëpër rrugët e Tiranës e të dëgjojnë nga 20 e poshtë. Po praktikisht ato bëjnë. Jo. Po praktikisht ato bëjnë. Po lanë ata të rinë të mirë, le të ngelet. Po lanë ata të rinë të mirë, le të ngelet edhe për ata të vjetrit. Ata të moshës së sotme janë më në gjumë se... Nuk e di, nuk e se... Qëndrojmë të gjumi, qëndrojmë se fiksire në pikë gjumit. Rrim në gjumë. Sa orë keni fjetur mbrëm? Mos pyet. 6 orë. 6 orë, 5 orë, 5 orë, 6 orë. 6-7, mesatarisht. 6-7. Do më thënë kjo është një mesatare që ti flet çdo ditë pak a shumë, po ti Erion? Si thaj, po të pishu i lajtiza të zë gjumi. Si tha gjyshi? Kishen gjyshi dha. Si tha gjyshi? Jo, me lajtiza hidratohesh edhe ke një... Se ka magnez. Ka magnez, të zë gjumi direkt. Ka magnez dhe të bën shumë mirë.